Moderatorja e njohur dhe shumë e dashur për publikun Kiara Tito sapo ka ndarë një lajm shumë të bukur me ndjekësit në rrjetet sociale. Ajo dhe familja e saj do të zhvendosen javën tjetër në shtëpinë e re. Pas një periudhe pritjeje dhe përgatitjesh intensive, Kiara ka konfirmuar zyrtarisht se gjithçka është gati dhe shtëpia e re është gati për t'u kthyer në strehen e ëndrave për të. Partnerin e saj Louise Ailey dhe vajzën e tyre të vogël Luna Mari, e cila me siguri do e adhuroj banesën e saj të re. Moderatorja ka reaguar ndërmjet disa postimeve në rrjetin social Instagram ku flet për shtëpinë e re. Ajo thotë që ka fiks ashtu sikurse e ka dashur dhe bën gjithashtu një falënderim publikisht ndaj arkitektes që i ka realizuar të gjithë punën. Pas një pyetje që i kanë bërë se kur kanë ndërmend të futen tek shtëpia e re, ajo është përgjigjur kështu: "Javës tjetër shpresojmë. Kjo periudhë ka pasur shumë ngarkesë, për këtë arsye nuk kam qenë shumë aktive. Shpresojmë deri javën tjetër ta kemi mbyllur. Dhe pse jo një home tour." Kiara gjithmonë ka theksuar lidhur me shtëpinë se zhvendosja në një ambient të ri nuk është thjesht një ndryshim fizik, por një fillim i ri i mbushur me dashuri, kujtime të reja dhe shumë plane për të ardhmen. Një nga surprizat më të bukura që Kiara ka premtuar për ndjekësit e saj është një home tour ekskluziv, i cili pritet të publikohet sapo të sistemohen të gjitha gjërat në shtëpi. Siç duket, ajo do të na tregojë çdo cep të shtëpisë së re ku pritet të futen javën tjetër. Kjo deklaratë ka ngjallur menjëherë interesin e fansave, të cilët janë tepër kurioz të shohin se si duket shtëpia e re e çiftit më të dashur në Shqipëri. Të gjithë mbështetësit dhe dashamirësit e saj kanë reaguar menjëherë, por sa e kanë parë këtë postimin e moderatores ku tregon dhe premton shumë gjëra të bukura që priten të ndodhin javën që vjen. Ata kanë vërshuar me qindra mijëra komente dhe mesazhe ku shprehen shumë të entuziazmuar dhe të emocionuar për të parë mrekullinë që kanë krijuar për familjen e tyre dhe ku do jetojnë të gjithë së bashku. Na mbetet vetëm të presim dhe të shohim se si do të jetë deri javën tjetër. E sigurt që do të jetë spektakolare dhe e kuruar në detaje sikurse e ka dashur edhe vetë moderatorja bukuroshe Kiara Tito për veten dhe familjen e saj.